brez aktiv që kemi në tregun e punës, kjo forcë aktive e tregut të punës nuk funksionon dot me forma autokratike. Dhe sa më shpejt e kuptojmë këtë gjë, aq më pak do të kemi ato që quhen keq komunikime në tregun e punës, keq komunikime të cilat vijnë shpeshherë nga përplasje të qasjeve, nga përplasje të pritshmërive. Një gjë që më del gjithmonë përpara është që stafi i lartë, kur vjen në sesionet e coaching që mund të jenë qoftë kur janë në mënyrë individuale, qoftë kur ne i bëjmë ato në grup, ajo që unë dëgjoj shpeshherë është si ka mundësi që ky CEO kaq i suksesshëm, kaq i zoti, të bëjë një të folur të tillë në treg, të bëjë një të folur të tillë në mbledhjen tonë. Dhe kjo është një pyetje që ata e kanë me gjithmonë, dhe kanë që jo sepse duan të ulin CEO, shumica e tyre janë me një admirim për të CEO. Kanë një admirim për një personi që do të zhvillohet, për një person që tashmë është i zhvilluar. Kanë një admirim ndaj një personi që ka arritur një sukses, të cilit ata i besojnë dhe të cilin ata duan ta arrijnë në fushën e tyre, atë fushë ekspertize që ata kanë.